një pasnjëshme që ka ndodhur kohëve të fundit, mund më thonë që është ritmi i vrasjeve, edhe ka ndodhur vrasje që kanë qenë më trona se vitet e kaluara dhe kanë ndodhur vrasje të një pasnjëshme që me vërtetë kanë tronditur edhe opinionin, por edhe institucionet shtetërore edhe neve si avokat, sepse kanë qenë vrasje të rënda, kanë qenë motive të dëmta, edhe në lloj kanë qenë disa vrasje që nuk kanë ndodhur më herët në Kosovë. Ajo që ka bërë Shqipëri si vetë, ka ndikuar edhe çështja e gjendjes sociale, ekonomike, popullacë, mirë po... Qëllimi të sigurisë publike padyshim që çdo vrasje cënon dhe krijon një pasiguri të qytetarëve në Republikën e Kosovës, por që duhet kemi një shqyrtim strategjik sa i përket veprimeve konkrete të institucioneve, sepse duhet analizuar shkaku i vrasjeve, a kanë qenë si neglizhencë e institucioneve të Republikës së Kosovës apo sisteme të tjera përcjellëse nga ai i sigurisë, ndërsa nëse se janë veprime të cilat kanë ndodhur në procesin ad hoc, pra të konfrontimeve të cilat nuk kanë motivet më parshme, padyshim që duhet të ketë një analizë më të tjershme në aspektin kriminologjik dhe kriminalistik.